Pra Allahu Azza wa Jall thot qul a'udhu bi rabbin nas, thuaj kërkoj mbështetje me Zotin e njerëzve. Malikin nas, ilahin nas, me sundimtarin e njerëzve, të adhurorin e njerëzve. Pse ka përmend njerëzit Allahu subhanahu wa ta'ala? Ka përmend njerëzit sepse njerëzit nga të gjitha krijesat mbahen më të madhe që janë krijesa më e ditur, krijesa më e lartë, më e nderuar tek Allahu subhanahu wa ta'ala. E megjithatë, prej njerëzve vjen e keqja, madje shumica e njerëzve ndoshta nuk janë në rrugën e drejtë. Kështu që ti o njeri do të kërkosh mbrojtje dhe mbështetje tek Zoti i gjithësisë prej të keqjes, qoftë të njerëzve apo të xhinëve. Min sharril waswasil khannas, prej të keqjes së shejtanit, i cili hedh çytje tek të tjerët dhe i cili shpejt fshihet. Pra el waswas është shejtani i cili hedh vezveset, hedh çytjet në zemrat e njerëzve dhe të xhinëve. Sepse si njerëzit dhe xhinët janë të përgjegjshëm për kuptimin e mesazhit hyjnor, për sjelljen e tij dhe zbatimin e kësaj feje.